Përshëndetje të nderuar ndjekës të dashur, përshëndetje miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tyron Alilin në kanalin Monitor TV. Ditën e djeshme, unë solla një video ku Josefin Marku, ish banori i shtëpisë së Big Brotherit, ishte i ftuar në një dasëm në Gjakov. Fillimisht Jozin e kishin ftuar në shtëpi, kjo familje shqiptare, e kishin nderuar dhe respektuar me tupanat tradicionale siç i ka Gjakova dhe zona e Kosovës, dhe më pas Jozi ishte i ftuar enkas në festën e madhe ku kishte kënduar disa këngë për çiftin, ku këngët janë bërë publike gjithandej. Me shumë dashuri, me shumë duartrokitje, me shumë brohorima, me shumë kënaqësi, familjarët kishin pritur natën e mbrëmshme Jozin, ku Jozi kishte përzgjedhur që të argëtoj çiftin me disa këngë. Edhe pse Jozi njihet për një histori të pakëndshme, për një mlef që në fakt tregoi ndaj një banorit i cili ishte nga Kosova, ku në këtë rast flasim për gjestin, u tha një kohë që Jozi nuk mund të futej në Kosovë, por Jozi siç duket po e tregon që ky problemi nuk është problem kombëtar, por është problem mes Jozit edhe gjestit nga një provokim që i ka ardhur nga ana e gjestit. Dhe kjo nuk ndikon as pak në karrierën e Jozit. Përkundrazi, edhe pse u përjashtua nga Top Channel-i, Jozi u riftua përsëri në Top Channel, ka qenë i ftuar në emisionin Goca dhe Gra. Jozi tregoi shumë relata për këtë televizion, shprehu shumë falënderime, shprehu shumë respekt, dhe kjo e bëri që Jozi të vazhdon drejt karrierës së tij. Të gjithë dasmorët çuditërisht ishin ngritur në këmbë me kureshtjen për të incizuar Jozin, për të ndëgjuar Jozin dhe për ta treguar tek publiku shqiptar se çfarë atmosfere ka bërë Jozin në këtë dasëm. Çifti kishte preferuar që vallëzimin e tyre simbolik, domethënë vallëzimin që çdo çift që ka në dasëm, ta bëj me Jozin duke kënduar Jozi. Dhe Jozi i këndonte këngët popullore shqiptare. Unë do të sjell një video e cila është shumë e shkurtër, por është e regjistruar nga dasmorët. Ta shohim videon dhe më pas do ta komentojmë. Ju e shikuat videon, Jozi me shumë dashuri, me shumë kënaqësi ka performuar këto këngë, domethënë është argëtuar në këtë dasmën, ka argëtuar të gjithë të pranishmit, mysafirët duket që janë shumë kureshtar për Jozin, me patjetër që edhe Jozi do të ketë fansat e tij, do të ketë mbështetësit e tij. Domethënë Jozi pa marrë parasysh se çfarë ndodhi në Big Brother, se çfarë natyre shprehu në Big Brother, se çfarë karakter tregoi në Big Brother, Jozi ka vazhduar me intensitet të fortë në përditshmërinë e tij, po punon shumë projekte, po punon shumë punë, por i kthehet fuqishëm, edhe pse në Big Brother, domethënë fillimisht u mbështet si një Jozi for president, ka qenë për natën e parë, më mend në konfliktin që pati me Rozanën, pastaj Jozi ndoshta tregoi një natyrën e tij, një ego të tepruar. Në disa raste Valbona ka thënë që ju nuk e njihni akoma natyrën e Jozit, nuk e njihni akoma Jozin kush është. Domethënë, Jozi thjesht tregoi një njeri tjetër, por siç duket, Jozi dhe Gjesti kanë mbyllur më krejtësisht këtë kapitullin, edhe pse Gjesti në shumicën e rasteve ka thënë nëpër intervista, dhe tashmë po vazhdojnë të dy nëpër profesionet e tyre. Me tash me tashni e sa ti unazem sa kur po drim sot e kam rastin me tashni kur po drim sot e kam rastin me tashni e sa ti unazem sa kur po drim sot e kam rastin